Agjerimit është filozofia e bamirësisë, është kuptuarit e bamirësisë në një. Pra, filozofia e agjerimit është jemi më bamirësa. Filozofia e agjerimit është jemi më të devotshëm. La'allakum tattaqun, kështu që të bëheni të devotshëm. Inna akramakum inda Allahi atqakum. Më i miri për ju është ai i cili është më i devotshëm. Nën 3. Të flasim mirë dhe të mendojmë mirë. Nën 4. Husnul khuluqi, pra të kemi sjellje të mirë, ahlak të mirë, të hecurit tonë, shprehit tona, të menduarit tonë të jetë të menduar pozitiv. Nën 5. Të jemi për atyre të cilët e kuptojmë se agjerimi është të jemi më social, të kuptojmë edhe të tjerët, të mendojmë edhe për ata që nuk kanë, të mendojmë edhe për ata që janë në kushte të vështira, të mendojmë edhe për tjetrin, subhanallahil azim. Si thot pejgamberi Muhammed alayhi salatu wassalam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Nuk keni besuar derisa nuk doni për vllaun e juaj atë që doni edhe për veten e juaj. Kjo është filozofia e agjerimit, mendosh edhe për tjetrin, ti japësh iftar, ti ushqesh të tjerët, të mendosh edhe për tjetrin, jo vetëm për veten, ti je selfish, ti je egoist. Egoizmi nuk lejohet në Islam. Egoja. Allahu na ruajt nga egoizmi. Kjo veti shumë e dobët e njeriut. Dobësi që duhet